Gjatë këtyre ditëve, rrjetet sociale u pushtuan nga një fotografi ku shihej artistik gjesti pranë një vajze. Ky imazh, i cili u përhap me shpejtësi dhe u interpretua nga shumë ndjekës si një paralajmërim për rikthimin e tij në muzikë. Fotoja u konsiderua nga fanët si provë xhirimeve të një videoklipi të ri që supozoi të shënonte rikthimin e artistit në skenë, pas periudhës së vështirë emocionale të shkaktuar nga humbja e vëllait të tij në një aksident. Megjithatë, pas një verifikimi të kujdesshëm mbi origjinën e imazhit, rezulton se e vërteta është krejt ndryshe nga ajo që u aludua fillimisht. Fotoja që qarkulloi gjithësisht në rrjetet sociale nuk është reale, por është krijuar përmes inteligjencës artificiale. Përdorimi gjithnjë më i shpeshtë i këtyre teknologjive ka sjellë konfuzion tek publiku, duke bërë që shumë ndjekës të besojnë në një rikthim të menjëhershëm të artistit përmes një projekti vizual. Nga ana tjetër, bëhet e ditur se ndonse imazhi ishte i rrem, gjesti nuk ka qëndruar druar kryq. Ai po punon intensivisht në studio muzikore, duke fokusuar në krijimin e këngëve të reja dhe duke shprehur përmes muzikës emocionet e tij të forta. Aktualisht nuk ka nisur asnjë xhirim klipi siç u pretendua në postimet virale. Rikthimi i gjestit po pritet me interes të madh nga publiku, i cili ka qëndruar pranë artistit me mbështetje dhe mesazhe ngushëllimi gjatë muajve të fundit.